do të jem pjesë e asaj stafete. Shkodra ishte ndalesa e radhës për prezantimin e kandidatëve socialistë për deputet nga kryeministri Edi Rama. Gjatë takimit kryes socialist u tregoi drejt për drejt me kërkesën që kishte për shkodranët. Shumë thjesht, na duhet mbështetja e popullit të Shkodrës, na duhet mbështetja e socialistëve dhe demokratëve të Shkodrës, që janë kthy prapë te ca personazhe, unë nuk e kuptoj dot domethënë si mund të insistohet në të njëjtin budallëk, është habi shumë e madhe. Pa ca personazhe që të vjen zor ti përmendesh dhe emrin që i kanë vënë atje në listën e Kënetës. Dhe nëse ka një kartvizit Këneta, është lista e deputetëve të Shkodrës. Rama nuk i vlerësoi Partitë e Reja, sipas tij vetmja forcë që mund të konsiderohet e tillë është Partia Socialiste. Se merri dhe për qesh kur të pash që këto të rejat kishin janë 17 personazhe që i prekte dekriminalizimi. Nuk diskutohet që s'kam asnjë akuzë për të bërë, sepse unë e di se si mund të ndodhi, nuk kam pas dieni, por kanë dalë rrugëve kanë kërku njerëz. Merr babën, merr xhajën, merr vllajën, merr atë, pastaj këdo kapi dhe një tjetër me mush listën. Diskutimin se ka një luhatje në rënje të mandateve që PS mund të fitojnë në 11 maj, kryeqeverisë tha se duhet të rrëzuar për të dërguar sinjal Brukselit. I thot Brukseli dhe i thot të 27 vendeve, ne populli shqiptar duam urgjent të hyjmë Bashkimin Evropian dhe prandaj e mbështesim këtë forcë politike, pavarësisht se nuk jemi të gjithë me këtë forcë politike.